Edi Rama vion të surprizoj pafund, qoftë me deklaratat që bën, po ashtu dhe me premtimet që jep. Për shembull, sot në deklaratën e fundvitit me gazetarët, bëri ai shumë premtime në lidhje me rritjen e rrogave dhe pensioneve, ndërtimin e fabrikave dhe uzinave, që do të bëhen gjatë vitit 2026, saqë atyre që po i dëgjonin këto premtime, ju duk vetja si në ëndër. Por jo vetëm kaq, njerëzit që Rama i do shumë, ditë mbroj më së miri, dhe sidomos kur ato janë pjesëtar të kabinetit të tij. Por teksa u mundua të bëj avokatin e tyre, Rama nxorri edhe disa sekrete të jetës private që nuk dieshin. Fillimisht, ai tha se Belinda Balluku nuk meriton të merret e pandehur nga SPAK, sepse ajo ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Kryeministri nuk foli asnjë fjalë për pasurinë e Ballukut, por ajo që la të çuditur çdo shqiptar ishte momenti kur foli se sa e varfër ishte femra më e pasur në Shqipëri. Bëhet fjalë për Mirlinda Karçanaj, drejtoresha e Akshit, e cila aktualisht është në arrest shtëpie pasi akuzohet për korrupsion. Në daljen e saj private është vënë re se bijuteritë e Mirlindës kapin shifrën deri në 20.000 euro, për të mos folur më pas për veshjet firmato. Por Rama, duke folur për jetën private të Mirlindës ose Lindës, siç e quan ai, u shpreh: "A e dini ju se Linda jeton në shtëpi me qira? Po ja u them unë, ajo nuk ka shtëpi të sajën, deri para disa vitesh ka jetuar me prindrit në një shtëpi të vogël të kohës së Enverit, dhe sot ajo nuk ka shtëpi të sajën, por jeton me qira." Mënyra se si e paraqiti kryeministri femrën më të pasur dhe më të pushtetshme në Shqipëri, që ka fituar miliarda lek nga tenderat, është jo vetëm e pabesueshme, por edhe qesharake.